tjetër nga Psalmi 122. Psalmi 122 me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht. U gëzova kur më thanë shkojmë në shtëpinë e Zotit. Këmbët tona u ndalen brenda portave të tua, Jeruzalem. Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset e Zotit për të kremtuar emrin e Zotit, sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë të Davidit. Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan. Paqe brenda mureve të tua dhe begatin pallatet e tua. Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi, tani do të them paqja qoftë me të. Për hir të shtëpisë të Zotit, Perëndis ton, unë do të kërkoj të mirën tënde. Amen, fjalës të Zotit. Vëllezër dhe motra, Davidi tani më është mbret. Mbretëron mbi popullin e Perëndis, ka marrë vajimin nga Perëndia, nëse ju kujtohet me Samuelin, ku Zoti e vajosi, e zgjodhi. Mbretëron tani më, ishte një djalë i ri në mosh, bari me delet e babait të tij, pak dele të babait të tij që kishte, por Perëndia e zgjodhi për shkak të zemrës që kishte, për shkak të pozicionit të tij të përulur që gjithmonë merrte, që të mbretëroj në popullin e Perëndis. Dhe mundësisht Krishti, sipas mishit, kur të vinte, që profetizonin profetët për te, do të quhej bir i Davidit. Kaq e lavdishme pra ishte prania e Perëndis te ky njeri, pra tek Davidi, ku tani më si mbret kishte nga njëra anë gjitha gjërat që mund të dëshironte një mbret në këtë botë. Çfarë do gjenjet që mund të donte e kishte. Çdo gjë që dëshironte zemra e tij mund ta kishte, sepse ishte mbret. Kurse nga ana tjetër të jetë i mbushur nga shqetësimet, nga meraku për popullin e Perëndisë, si të mbretërojë mbi këtë popull, dhe sigurisht e drejtonte popullin e Perëndisë në vullnetin e Zotit. Ky ishte Davidi, psalmisti i mirë që i bënte psalmet e bukura Zotit. Por pavarësisht nga të gjitha ato që kishte të bënte, të gjithë ato që të merrej me ato gjëra, të gëzohej, ose për shqetësimet me të cilat kishte në jetën e tij, një gjë ishte që mbushte me gëzim zemrën e tij kur e vizitonte shtëpinë e Zotit, pra. Me këtë kënaqej më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk kishte ndonjë gëzim të veçantë për shimet që jepte kjo jetë këtu në këtë tokë. Edhe po të kishte, ky gëzim ishte për pak, që largohej gëzimi, sikurse e dim se gëzimi që na japin gjërat toksore janë të përkohshme. Janë pak, janë si përfaqësore mundësisht. Por Davidi gjithnjë kishte këtë marrëdhënie personale me Zotin, akoma kur ujku dhe arusha i morën delen, i cili vrapoi duke e ditur se nuk është vetëm përse është Zoti me te për të çliruar baktin që i dëmtohej. E beson se është Perëndia me ty. Sa të jesh me Perëndin dhe sa të jem me Perëndin, Perëndia do të jetë me ne, vëllezër dhe motra. Mjafton që ne ta kërkojmë dhe ta mbajmë. Ta kërkojmë në jetën tonë. Davidi, këtë marrëdhënie personale të veçantë që kishte me Perëndin, nuk e humbi. Dhe nëse në ndonjë moment u futen disa pengesa në marrëdhënien e tij me Perëndin, kur erdhi në vete, vraponte që të shkonte të ishte i bashkuar mirë me Zotin. Dhe këtu vjen
për të dëshmuar dhe për të thirrur dhe për të deklaruar se u kënaqa. Çfarë do të thotë u kënaqa? Do të thotë se ndjej gëzim të madh, kënaqësi të madhe, një gëzim jashtëmase të madh. U gëzova, thot. Kur, thot, u gëzova? Kur shijova gjërat toksore, kur u mora me gjërat e kësaj jete, aq më tepër patjetër nëse është bleksur me shqetësimet e kësaj jetet. Jo, nuk thot kështu, por thot u gëzova kur më than, përpara akoma të shkoj atje dhe ta provoj, por sa po i than do shkojmë në shtëpinë e Zotit, gëzimi i tij, kënaqësia e tij vjen dhe mbush zemrën e tij, sepse e din se i bëhet një ftesë nga kush vallë, nga vëllezërit e tij. Kush tjetër do t'ja bënte këtë ftesë që të shkojë në shtëpinë e Zotit? Vëllezërit e tij. Është shumë mirë të therrasim në shtëpinë e Zotit vëllezërit ton. Aleluja. Kjo ftesë pra që ja bën vëllezërit e tij të shkojmë në shtëpinë e Zotit, e mbushi me gëzim sepse e din patjetër se aty do të takoj të dashurin e shpirtit të tij. Aty do të shoh Perëndinë e tij. Aty do të shijoj Krijuesin. Aty do të vi Perëndia të flas, ta forcoj, të marr peshjat e tij, shqetësimet e tij dhe çfarë do tjetër akoma mëkatin ta sjell përpara Zotit. U gëzova, thot, kur më than shkojmë në shtëpinë e Zotit. Dhe sa bukur që thot, le të shkojmë, i than Davidit. Le të shkojmë së bashku, pra të gjithë së bashku atje. Nuk i than shko David vet, por të shkojmë së bashku. E them përsëri, këshilla që japim dikujt është që të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Dhe nga ana tjetër thot përsëri psalmisti, sa të dashura janë çadrat e tua, o Zot. Thot, e din pra psalmisti dhe e njeh se aty qetësohet dhe pret shpirti i tij, aty ku banon Zoti. Ka kaq dëshirë për oborret e Zotit. Shpirti im kënaqet për oborret e Zotit. Ke gëzim të vizitosh shtëpinë e Zotit? Për ne sot është kisha e Krishtit, vëllezër dhe motra, shtëpia e Zotit. Është vëllezërit së bashku dhe mirë bëjmë të dëshirojmë gjithmonë që të shohim fytyrat e vëllezërve tonë, për mbi të gjitha të shohim të dashurin e shpirtit tonë. Vizitojmë dhe vim dhe banojmë në shtëpinë e Zotit me çfarë qëllimit? Që të takojmë të dashurin tonë. Sepse Krishti, vëllezër dhe motra, nuk na shpëtoi dhe na tha rritani vetëm, përparo vetëm, le që është betejë personale gjithë secilit nga ne, por na vuri në një kope, na vuri në një kish, në mënyrë që të gjithë së bashku të jemi me njëri tjetrin bashkë, domethënë. Kështu u bë edhe në kishën e parë apostolike. Kështu e si kisha e parë e apostolike e lavdishme, të bashkuar së bashku. Dëshiron shumë shpirti im për oborret e Zotit. Zemra ime dhe mishi im kënaqen për Perëndinë e gjallë. Dhe zemra ime dhe njeriu i brendshëm im, por edhe mishi im, trupi im pra i jashtëm, kënaqen në Zotin Perëndi. Po, struthi gjen vend ku të banoj. Struthi është një kafshë që ndjehet i vetëm, që është në vetmi. Nëse ndjehesh sot i vetëm, eja në kishën, në shtëpinë e Perëndisë të gjallë, që të shohësh çfarë përqafimi do të bëj Perëndia, edhe përqafimin e vëllezërve. Sepse edhe përqafimi i vëllezërve, përqafimi i Krishtit është. Kur të përqafosh vëllain tënd, është sikur të përqafoj Zoti. Dhe nëse kjo përqafim është i mbushur me dashurinë e frymës të shenjtë, lavdi Zotit, vëllai këtë e kupton, e ndjen, e pranon. Vëllezër dhe motra, lutja jon të jetë që të na mbushë Zoti me dashuri dhe dëmshuri për vëllezërit tonë. Përqafimin që do të bësh vëllait tënd
do ta bëj një ditë tjetër vëllait tek ti dhe ti do të ndjesh aty dashurinë e vëllait tënd ose dashurinë e Krishtit që jep nëpërmjet vëllait. Struthi gjeti vend banim. Turtulli bëri një fole aty për vete, aty ku vën të sapolindurit e saj. Siç mund të themi sot për fëmijët tonë, për niprit, për mbesat, shpirtrat e ri ku futen në shtëpinë e Zotit, sa mrekulli është. Dhe i shohim të rinjt, të shtohen, të forcohen, sa bekim i madh vëllezër dhe motra. Shohim jashtë në botë se si ecën bota, si sillen prindrit ndaj fëmijëve, njerëzit në punët e tyre, në lagjen ku jemi, në universitetet që janë të rinjt, dhe me të vërtet sa e vështirë është, kurse ne na ka dhënë Zoti një thesar këtu, ku ky thesar për ne është sot kisha e Krishtit, dhe Davidi e kuptoi, e pa, e përjetoi, dhe nuk dëshiron gjërat e tjera Davidi. Nuk dëshiron pasuritë apo gjërat e tjera, por don të vizitojë shtëpinë e Zotit. Altaret e tua, o Zot i plot fuqishëm, o mbreti im dhe Perëndia im, ma janë vëllezërit e mi atje. Po, altaret e tua janë, o Zot. Lum ato që banojnë në shtëpinë tënde, ja një urim i bukur ky. Lum ato që banojnë në shtëpinë tënde, të gjithë kanë për të lavdëruar. Vjen fjala e Perëndis të na thot përsëri me Davidin. Një gjë i kërkova Zotit. Shikoni, Davidi është njëri i cili ka kuptuar se çfarë ka nevojë në jetën e tij, çfarë ka të nevojshme, dhe që të arrijë deri në fund, din se nuk mundet t'ja dalë deri në fund vetë, por vetëm që është bashkë me vëllezërit e tij, pra bashkë me Zotin përfundimisht. Një gjë e kërkova dhe këtë do të kërkoj. E kërkova një herë, por nuk ndalova së kërkuari, sepse e di se do të ketë vështirësi, do të ketë probleme, në mënyrë që të vi në shtëpinë e Zotit, por do të vazhdoj ta kërkoj këtë në jetën time. Do të vazhdojmë ta kërkojmë në jetën tonë, sepse djalli do të vijë, do të vej pengesa, do të vej probleme, do të mbush me shqetësime për jetën tënde dhe për jetën përgjithsisht, në mënyrë që të ndarpres nga trupi i Krishtit. Një herë në muaj, një herë në javë. Ndihmom o Zot, sepse jam mbushur me probleme. Ndihmom të lutem o Zot, që të më çlirosh, të vi gjithnjë në shtëpinë tënde. Sa gëzohem vëllezër dhe motra aty ku thot, ta gjej, Marta dhe Maria, këto dy vajza, motrat e Lazarit, të cilat e donin shumë Zotin, kjo familje donte, të cilat e thirrën Jezusin të vinë në shtëpinë e tyre, dhe sikurse e thirrën njëra prej tyre, Marta, e dim se u muar me shumë punë të shtëpisë, kurse Maria, ajo që bëri është të vrapoj tek këmbët e Zotit. Të dëgjoj fjalën e Zotit. A don të dëgjosh fjalën e Zotit në këmbët e Krishtit? Mos mendo se kush do të flas, kush nuk do të flas, çfarë ditet është. Jo, eja për Zotin, eja për Krishtin. Dhe nëse vjen për Krishtin, Krishti ka për të mbushur, ka për të mëshiruar. Vëllezër dhe motra, duhet ta largojmë shikimin nga njerëzit dhe ta drejtojmë vetëm tek Krishti. Marrëdhënia jon, e para marrëdhënie që kemi, është me të dashurin e shpirtit tonë. Është me atë që na shpëtoi dhe me atë duam të jemi. Zot, të lutem, më fol. Më mëshiro. Eja në lutje të më ngushëllosh, të më forcosh. Më fol se çfarë të bëj, se si të sillem o Zot. Kjo Maria pra, atë dëshironte, të mbushet shpirti i saj me fjalën e Perëndis, të ngushëllohet, të forcohet, dhe kështu vrapoj tek këmbët e Zotit. Do të thonim
se vrapoj në borret e Zotit, në shtëpinë e Zotit. Marta nga ana tjetër shërbente, shumë e shqetësuar, ma për Perëndin i bente, për Krishtin po i bente, për vëllezërit i bente, shumë shërbes. Kaq më tepër të kem shumë shërbes dhe të mos jetë për Krishtin, nuk është vëllezër dhe motra që të kaloj koha, të kalojnë muajt, vitet dhe të mos shijojmë ato që Perëndia ka përgatitur në shtëpinë e tij, se janë mbushur me gjërat e kësaj jete, me shqetësimet. Dhe do të bëhet rrëmbimi i kishës dhe unë do të kem mbetur me shqetësimet e mia. Perëndia të na ruaj vëllezër dhe motra. Ta kthejmë shikimin ton sikur Maria tek Zoti, tek këmbët e tij. Dhe ashtu sikur se kishte kaq shumë Marta shqetësime, vazhdoi edhe të gjykoj mundësisht. Thuaj diçka motrës time o Zot të vitë më ndihmoj, sepse sikur e shef, është pranë te po rrin. Sa ndryshe shohim. Sa ndryshe shohin këto sytë tonë. Çfarë të vëjmë syze, të mos vëjmë, kemi nevojë për fjalën e Zotit, vëllezër dhe motra. Kemi nevojë për kolirin e Zotit, që të mos shohim sikur shohin njerëzit, por sikur shef Krishti. Dhe si, çfarë shef Krishti? Mart, shqetësohesh për shumë gjëra. Dëgjoje të lutem, shqetësohesh dhe mundohesh për shumë gjëra. Ke shumë në zemrën tënde, shumë në jetën tënde, frikë, ankth, shqetësime, të vraposh andej këndej, për shumë shqetësohesh. Jo, nuk mundesh kështu të çlirohesh. Nuk do të mundesh kështu të zgjidhesh nga ato mundime. Me të vërtet, një gjë ke të nevojshme. Maria zgjodhi pjesën më të mirë e cila nuk do t'i hiqet kurrë. Shikoni tani vëllezër dhe motra, dhe ky është mesazhi. Kemi dy pjesë gjithmonë. Kemi pjesën e mirë dhe pjesën jo të mirë. Çdo ditë në jetën tonë kemi të zgjedhim nga këto dy pjesë. Zgjidh pjesën që don. Kjo të përket ty, për ty dhe mua për veten time. Në këtë nuk mund të bëhet gjë Perëndia. Zgjedhja është jona, ne zgjedhim. Çdo ditë të jetës tonë është një zgjedhje që bëjmë. Zgjodhi pjesën e mirë, të cilën thot Krishti, s'ka për t'ju hequr kurrë. Do më thënë, pasi të zgjedh Maria këmbët e Krishtit, që do të thonim sot çadrat e Zotit, kishën e Krishtit, të ta vizitoj Zoti, atëherë të gjitha të tjera do t'i bëj Zoti. Të gjitha të tjera do t'ja heq Zoti, shqetësimet, ngarkesat, peshat, mëkatet, të gjitha. Nuk do t'i hiqen prej saj. Mjafton që të bëhet zgjedhja dhe të bëj zgjedhjen e duhur. Davidi bëri këtë zgjedhje, vëllezër dhe motra, dhe gjithnjë e thot tek psalmet e tij se këmbët tona do të qëndrojnë brenda portave të tua Jeruzalem. Tani flet në favor të vëllezërve të tij, duke i përfshirë edhe ato. Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë. I bashkuar, një Jeruzalemi, vëllezërit dhe motrat, ndarjet, t'i heqim ndarjet, u ka them në emër të Krishtit, të hedhim ura mes vëllezërve tonë, të mos ketë ndarje midis nesh. Ndërtoj urat që të shofesh lavdinë e Perëndisë në jetën tënde. Të bëhemi një kishë, që të jemi një, me të vërtetën dhe me dashurinë. Me dashurinë e Perëndisë dhe me dashurinë e frymës të shenjtë. Atje ngjiten fiset e Zotit. Nuk është e lehtë, është ngjitje kjo, është mal të dalesh lart, ka mund, ka vështirësi të dalesh atje, dhe mishi don të sajat, dhe vështirësitë, sikur thamë, ekzistojnë në jetën tonë dhe na bën, po ku të shkoj tani në shtëpinë e Zotit, një problem këndej, një tjetër andej, ngjitu, e vazhdo ngjitjen, mos ndalo.
zgjedh gjithmonë pjesën e mirë dhe do të shohësh se Perëndia do të bëjë mrekulli dhe s'ka për ta hequr kurrë. Atje ngjiten fisët e Zotit sipas të urdhëruares për Izraelin. Domethënë, është koha që bëhen mbledhjet që mblidhemi në kishën e Zotit, është vendi ku mblidhen vëllezërit, është mënyra se si bëhet adhurimi që don Perëndia të bëjmë brenda në kishë, për çfarë arsyet? Që të lavdërohet emri i Zotit. Cili është qëllimi pra që vim në kishë? Të lavdërojmë emrin e Zotit. Të themi për mrekullitë e tij. Dhe mundësisht tek Efesianët do të thot Pali, nëse më kujtohet mirë, e thot në atë në Perëndin qoftë lavdia në kishë. Lavdis i përket lavdia, Perëndis i përket lavdia në kishë. Vëllezër dhe motra, nuk japim lavdi njeriut. Të mos japim lavdi edhe nëse dikush ka shërbesa të mira, dhurata të bukura, profeci, gjëra, Zoti ja ka dhënë. Dhe ne njerëzit së pari të mos pranojmë që të na lavdërojnë njerëzit. Mos ndodhet kjo. Por edhe tek njerëzit të mos japim lavdi njerëzve. Të mos i shohim njerëzit, sigurisht do t'i shohim njerëz të bekuar, shërptor të Zotit, nënat e mira, baballaret e mirë, që kanë fryt të mirë, t'i shohim dhe që t'ju ngjajmë atyre, por lavdin t'i japim vetëm Perëndis. Shpresën vetëm tek Zoti. Sepse thot shkrimi, kush shpreson në Zotin është i bekuar, por kush shpreson tek njeriu është i mallkuar. Të kemi kujdes pra se kush shpresojmë. Aty u vun frone dhe vjen tani të na bëjë një kërkesë fjala Perëndis, një këshill tek paragrafi 6. Lutuni për paqen e Jeruzalemit. Kërkoni paqen për gjithë secilin për njëri tjetrin, ku të shohësh se ka tronditje, vrapo, dhe nëse mundesh të sjellësh paqen. Kjo është të kërkosh paqen. Kërkoje jo vetëm me fjalë, Zot na jep paqen në kishë, Zot na jep paqen në marrëdhënie me vëllezërit, Zot paqe me ty, që të ikëm mëkati nga ne, të pastrohet shtëpia e Zotit dhe të kemi paqe me ty, o Zot. Kjo është një kërkesë tek Zoti, por edhe ta kërkojmë me vepra, vëllezër dhe motra. Të kërkojmë paqen e Jeruzalemit në kishë. Nëse shohim se ka thashetheme, ka akuza, ka gjykime, larg vëllezër, t'i ndjekim në emër të Krishtit, sepse Krishti ka për të bekuar kishën e tij, dhe nëse ti kërkon paqen e Jeruzalemit, do të jesh në bekimin e Zotit. Nëse unë nuk kërkoj paqen, por aq më tepër të vej pengesa në mes të vëllezërve, ku është neveri përpara Zotit kjo, që të flas kundër vëllezërve, të gjykoj ato, t'ju nxjerrin një tabel dhe të them shikoje vëllain apo shikoje motrën, jo, të mbulojmë vëllezër dhe motra me dashurinë që na mbulon dhe Krishti, që na mbulon gabimet tona, Kështu të mbulojmë edhe ne gabimet e të tjerëve, sepse na thot Krishti me atë mas që të numërojmë, me atë mas do të numërohemi. E pesë që më tha i vëlla, mos vallë dhe ti ke thënë diçka. Mos vallë dhe ti ke thënë diçka. Ma përse të më bëje këtë vëllaj? Mos vallë dhe unë kam bërë diçka. Dhe erdhi koha të më numërohet edhe mua gabimi. Pra, erdhi ora që të kërkojmë paqen në Jeruzalemit, sepse do të kenë mbarësi ato që e duan. Lavdi Zotit, që ose e dën kishën, dhe kjo duket, sikur thamë, nga fjalët tona, nga marrëdhënia jonë me vëllezërit dhe me Perëndin, dhe nga veprimet tona, atëherë Perëndia të thot, lumturi do të ketë në jetën tënde. Lumturi, paqja qoftë në muret e tua, bolleku në pallatet e tua, dhe bolleku nuk janë parat. Ne e dim këtë në Dhjetën e Re, se bolleku është prania e Perëndis. Prania e Zotit, duam gjë tjetër vëllezër dhe motra, të vim në kishë, të gëzohet zemra jonë, shpirti jonë, të adhurojmë Zotin,
të lavdërojmë Perëndin dhe të themi Zot, unë ngopa nga prania jote o Zot, sepse pash edhe në sytë e vëllezërve ty o Zot, sepse pash vëllezërit dhe më përqafuan aty ku isha vetëm, ku isha i braktisur, sepse erdhi zerri i eternitetit Perëndi, më foli fryma e shenjtë, më ngushëlloi dhe më forcoi. Hape gojen tënde, vëlla dhe motër. Të dha Zoti dhuntin frymërore, hape fjalen, gojen në mënyrë që të thuash fjalet e tij, të ndërtohet shtëpia e Zotit. Dhe çdo dhunti dhe dhurat që të ka dhënë Zoti gjithsecili prej nesh. Gjithsecili prej nesh është i çmuar në sytë e Zotit. Vepron në veprën që të dha Zoti të bësh. Për hir të shtëpisë të Zotit, thot Davidi, do të kërkoj të mirën tënde. Amen.